I ftoi sërish në takim Bedri Hamzën e Lumer Abdigjikun, por nuk dihet nëse do t'i marrë parasysh ose refuzoj sërish kërkesat e tyre. Siç bëri para pak ditëve, kryeministri Albin Kurti tha të premtëm se u ka bërë thirrje liderëve të PDK-s e LDK-s për një bashkëbisedim të ri në lidhje me zgjedhjen e presidentit të Republikës. Proces ky që është futur në një ngërç, të cilin vetëm gjykata më e lartë në vend mund ta zgjidhë. Me një përgjigje të shpejtë në rrjetet sociale, Lumer Abdigjiku tha se do t'i shkojë në takim shefit të vetëvendosjes, por vetëm pasi kushtetuesja t'i jap një verdikt për dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërbërjen e kuvendit. Për këtë temë, shefi i LDK-s ka qenë edhe më parë te Kurti, si i ftuar nga kë, por nuk është se takimet e mëhershme rezultuan me sukses. Kurti nuk mundi t'i përbi kërkesat e Abdigjikut. Ky, me 23 shkurt, ja kishte bërë me dije se cila është zgjidhja për çështjen e presidentit të ri sipas LDK-s. Zotuan për çështjet të marrëveshjeve ndërkombëtare me interes për Republikën e Kosovës, por në përgjithësi folëm pra për çështjen e ashme, më të rëndësishme të presidentit dhe afatit kushtetues që po na rrjedh. Janë më pak se 10 ditë, përkatësisht 9 ditë deri tek zgjedhja e presidentit të Republikës Kosovës. Dakordimi përgjithshëm është se janë vetëm dy rrugë përpara. Para është që duhet ose konsenzus politik mes faktorëve të vendit, dhe ky konsenzus politik duhet ndërtohet në këto 9 ditë të ardhshme, ose duhet një marrëveshje klasike politike. Pra marrëveshje klasike politike mes partive për çështjen e presidentit, dhe në të dyja rastet duhet së paku 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Mbetet të takohemi në ditët vijim për të parë njërin prej këtyre dy mundësive që kemi përpara. Kurti nuk pranoi ta zgjidhë presidentin me konsensus. As kur Abdigjiku e takoi në një takim, me sipas këtij të fundit, kryeministri kishte plane të tjera. Po s'kishte emra, s'kishte propozime, s'kishte as vullnet për konsensus. Tani ne do ta trajtojmë këtë çështje brenda grupit parlamentar, por LDK gjithmonë ka qenë në përgjegjshme ndaj institucioneve, por natyrisht imponimet nuk janë zgjidhje adekuate për LDK. Kryeministri e pranoi që edhe ky takim nuk mund të ecë sipas asaj që planifikonte. Zgjidhjen, por do t'ju njoftojmë nëse kjo bëhet çështë. Të papërballueshme për Kurtin ishin edhe kërkesat e Bedri Hamzës kur u takua me të. PDK donte që presidenti me patjetër të jenë nga kjo parti. Meq Kurti nuk ja premtoi këtë lloj kushti, në 2 takime Hamza hoqi dorë nga takimet e tjera. Si përfundim, 2 takimet me Hamzën dhe 3 me Abdigjiku nuk dhan fryt. Një kandidat konsensual si s'deshi LDK-ja nuk doli në sipërfaqe. Asa i PDK-s nuk doli të jetë diçka për çfarë pajtoi Kurti, që vazhdoi me planin e tij duke propozuar Glau Konjufsin për president, i cili megjithatë nuk u zgjidh, me që i mungoi korumi parlamentar. Kështu, me të lashe pa rezultat janë edhe historitë e takimeve tjera me opozitën që i ka ftuar Kurti.